A je ndalur ndonjëherë të mendosh kur ishte hera e fundit që u ndjeve mirë me veten tënde ashtu siç je? Kur ishe më i ri, mezi prisje të dukesh më i rritur, dhe tani që je i rritur, ndoshta do doje të dukesh më i ri. Në mes të kësaj rruge ekziston një dritare, një moment i ardh kur mund të dukesh thjesht si vetja. Po çfarë bën ti? E humb atë moment, duke ndoruar të jesh më i gjatë, më i dobët, me flokë të gjatë, kaçorrela, me lëkurë të shndritshme, me trup të tonifikuar. Përpiqesh të luftosh kohën me kremra kundër rrudhave, duke harruar se koha nuk është armiku yt. Dhe më në fund e kupton se ke qenë perfekt që në fillim. Dritarja është mbyllur, por ja e vërteta që të gjithë harrojmë. Nuk është kurrë tepër vonë. Nuk është vonë për të lënë pas dëshirën për të qenë dikush tjetër, për të ndaluri së krahasuari veten, për të ndaluri së dëshiruari atë që je. A ke guxim të shikosh në pasqyrë dhe t'i thuash vetes, unë mjaftoj, ashtu siç jam, sepse ti nuk e patur kurrë nevojë të dukesh më i ri, më i vjetër apo si dikush tjetër. Ke patur nevojë të dukesh si vetja, dhe kjo është gjëja më e bukur që mund të jesh ndonjëherë. Apo e ke ndjerë ndonjëherë se koha po të rrshqet nga duart? Në mëngjes zgjohesh dhe kupton se rinia jote ka ikur, por bashkë me të kanë ikur dhe pasiguritë, nxitimi i panevojshëm dhe ajo nevojë lodhëse për të kënaqur të gjithë. Tani ti ecën më ngadalë, por me më shumë siguri. Tani ti di të thuash lam të mirë pa frikë. Di ta mbrosh veten, di çfarë meriton, sepse plakja nuk është për të dobtit, është për ty që guxon të shohësh veten në pasqyrë dhe të pranosh rrugëtimin tënd, që mëson të çmosh çdo rrugë si dëshmi e diçkaje që ke përballuar, çdo thinj si kujtim një kapitulli që ke jetuar me shpirt. Plakja nuk është fundi, është një fillim i ri, më i qetë, më i mençur, më i vërtet, sepse bukuria jote nuk ka qenë kurrë në lëkurë, ajo ka qenë gjithmonë në historitë që bart brenda vetes. Dhe tani është koha jote të jetosh siç e ndjen, të ndalesh, të falësh, të ndriçosh, jo për të tjerët, po për veten tënde. Pjesën tënde të jetës, jeto, jo për të kënaqur të tjerët, jo më për të kërkuar aprovime. Jeto pa nxitim, pa justifikime, pa frikë, sepse në fund ti e ke kuptuar që ti je shtëpia jote. Ti je paqja jote. Ti je gjithçka që ke kërkuar. Nuk e di sa kohë të ka mbetur, por e di që nuk duhet të humbasësh më as edhe një ditë, duke pretenduar, duke heshtur për hir të qetësisë, duke duruar për të ruajtur lidhje që të lodhen. Ti meriton të jetosh, të frymosh thellë, të qeshesh me shpirt, të zgjohesh pa peshë në zemër, të flesh pa faj, pa dyshim, pa trishtim. Mos prit më që dikush të të dhuroj lule. Bli vetë sepse i do, sepse i meriton. Mos prit më që fundjava të vi për të pushuar. Pushimi gjen në çdo moment që je në paqe me veten. Tani i jep të drejtë vetes, të thuash jo pa u ndier në faj, të mbyllësh derën pas qarime, të jesh vetvetja pa kërkuar falje, sepse sot lumturia të ka prekur ty, jo te dikush tjetër, jo në pasqyrë, por thellë, shumë thellë brenda teje. Dhe kuptoj një gjë që shpesh na ikën nga mendja, jeta nuk mund të riluhet. Koha nuk kthehet pas. Koha nuk ka më kur të kem më shumë kohë, kur të jenë fëmijët më të rritur, kur të kem më shumë para apo kur të kem më shumë guxim. Koha është tani, dhe nëse ka një gjë që duhet ta lësh pas, le të jetë kjo, një jetë që nuk duhet penduar për atë që nuk bëri, por për atë që ka jetuar me guxim, me zemër dhe me shpirt. A e ke pyetur ndonjëherë veten kush je ti pa gjithë zhurmën përreth? Pa emrin që të tharrasin të tjerët, pa rolet që ke marrë për të dukur më i fortë, më i kujdesshëm, më i duruar. Por ti, i zhveshur nga pritshmëritë, nga faji, nga krahasimet.
Ti ke lindur për më shumë se sa të jesh gjithmonë i disponueshëm për të tjerat. Ke lindur për më shumë se sa kërkon veten në sy të atyre që nuk din të shohin. Një ditë do të shikosh pas dhe do të pyesësh veten: po unë, ku isha unë në gjithë këtë rrëmuj? Dhe përgjigja do të djegë, sepse nuk e zgjon tani këtë pjesë të fjetur brenda teje. Ti ke të drejtë të mbyllësh telefonin dhe të pushosh, ke të drejtë të mos përgjigjesh, ke të drejtë të jesh egoist kur egoizmi është vetë mbrojtje, ke të drejtë të thuash mjaft, të largohesh nga tryeza kur nuk je i mirëpritur pa e shpjeguar veten, sepse je ti. Nuk je thjesht një nën, një motër, një vëlla, një mik, një grua, një shok. Ti je një botë më vete. Je një stuhi, je një qetësi, je një forcë që nuk mund të matet. Zgjohu, merr veten, respektoje, nderoje, dashuroje, jo sepse je perfekt, por sepse ke luftuar për çdo ditë që je ende këtu dhe kjo është e mjaftueshme më shumë se çdo gjë tjetër.